Mbetemi tek situata dhe propozimi I liderëve europian të mbledhur një ditë më parë në samitin e Parisit përsëri me ftesë të presidentit francez Emmanuel Macron, samiti I tretë në mos gaboj brenda një muaji për Ukrainën. E diskutojmë gjithçka është diskutuar dhe propozuar nga liderët e BE-s, kryesisht Gjermania edhe Franca, me zonjën Enika Bazi, pedagoge në Universitetin e Lille, që na bashkohet në studio. Mirë se vjen. Kënaqësi që jam me ne. Përshëndetje, kënaqësi. Zonja Bazi, ju jeni në Tiranë, por jetën tuaj e ndani mes Tiranës edhe Lilës. Ju ka ardhur njoftimi, qoftë edhe përmes një mesazhi për atë 3 ditëshën e famshëm që siguroni ushqim për të paktën 72 orë nëse lufta troket në derën tonë, se flasim për Francën. Po, ky është një mesazh që dhe nëse s'ka ardhur do të vi, meqense është dhënë si direktiv nga Komisioni Evropian dhe që tashmë të gjitha mbledhjet dhe diskutimet por rrotullohen rreth drejtuesës së Komisionit Evropian dhe si e tillë do të vi shumë shpejt, po dhe nëse nuk ka ardhur, mendoj që vetë transmetimi I tij nëpër media, fuqia e këtij lajmi është shumë e madhe se sa fakti të ardhurës një fletushke nëpër shtëpi apo lajmet e vazhdueshme që transmetohen në lidhje me rrezikun që Europës I kërcënohet siguria e saj që deri më sot e kishte konsideruar si të zgjidhur, por në të njëjtën kohë unë do thoja një lajm për shembull që diskutohej se këto ditët e fundit ishte mobilizimi I mjeteve financiare për të mbështetur përpjekjet e luftës, siç quhet ndryshe, effort de guerre, pasi dihet që tashmë përpjekjet për luftë kërkojnë shumë financime dhe financime shumë të mëdha sepse pajisjet janë sofistikuar dhe përveç faktit që ato janë tepër të kushtueshme, I shtohet edhe ajo që vendet europiane kanë neglizhuar për një kohë të gjatë sigurinë e tyre dhe nëse duan të krijojnë atë që Macroni e ka thënë që në fillim të presidencës së tij, atë independencën strategjike, pavarësinë strategjike nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, I duhen financime të jashtëzakonshme. Dhe për të kthyer tek financimet, jo më larg se sa ky summit, Franca premtoi 2 miliard euro, të cilat do t'i alokohen si ndihmë Ukrainës, qoftë për të ndihmuar buxhetin e saj apo dhe për të mbështetur përpjekjet e luftës, pra me pajisje ushtarake, ndërkohë që Britania e Madhe ka vendosur që të japë 1 miliard, ndërkohë që vendet e tjera janë deklaruar që do ta mbështesin, por ende nuk është e qartë se cila do të jetë shuma dhe angazhimi I tyre. Ndërkohë që sikundër e thash, për të mbështetur këto përpjekje, Ministri I Ekonomisë këtë ditë ka dalë me një propozim që duhet edhe qytetarët tashmë të kontribuojnë në përpjekjet e luftës. Pritet gjithmonë më shumë për kursimet e tyre. Në Francë është e famshme libreti A, I cili kryesisht nuk është I përjashtuar nga taksimi, çdo e ardhur në këtë depozit është e përjashtuar nga taksimi dhe që deri në ditët e sotme konsakroi për ndërtimin e atyre ndërtesave sociale, për akomodimin e situash atyre që janë në nevojë për strehim, por edhe për mbështetjen e politikave të tjera sociale. Gjë që dhe e fundit fare ishte që mendohet që tani minimalisht çdo francez duhet që të investojë të paktën 500 euro dhe që nuk do t'i tërheqi për 5 vjet për kontribuar në këtë fondin I cili do të përdoret për përpjekjet për riarmatimin dhe për mbështetjen e sigurisë së Francës, por edhe të vendeve të tjera, ndërkohë që sikundër edhe thotë nuk është e sigurt se cili do të jetë kthimi, pra return on investment, pra sa do të kthehen nga bllokimi I këtyre mjeteve pranë fondeve financiare të cilat do të mbështesin këtë përpjekje, shoqëruar dhe me ndryshime në legjislacion, se deri më sot nuk konsiderohej që duhet të mbështeten që këto pikërisht kursimet apo burime publike
apo private të mobilizohen për industritë e luftës. Kjo është një domen i shtetit i cili siguronte dhe të ardhurat nga buxheti për mbështetjen e tij, ndërsa tani ftohen që të gjithë, që nga individi më i thjeshtë deri në të gjitha llojet e strukturave, të marrin pjesë në këtë përpjekje. Sigurisht modalitetet të tjera do dalin në pa, por kjo e 500 euro për çdo qytetar, të paktën 500 euro t'i bllokoj për 5 vjet në mënyrë që ato të përdoren për përpjekjet e luftës, duket si pak shqetësues, të thoja unë. Tani, shqetësuese, ka vend për panik se, kur thonë, siguroni ushqim për të paktën 3 ditë, nuk e di se çfarë ndodh për 3 ditë, do me thënë dhe pse 3 ditë. Të japin para çdo qytetar të kursej, por edhe të investoj këtë 500 euroshin për të paktën 5 vite. Ka diçka që politika dhe udhëheqësit nuk po e thonë qartë, zonja Bazi, pra nëse këto janë vendime që bëhen publike, ka diçka që Amerika, Putini, Zelenski dhe Europa po e mbajnë larg opinionit publik? Faktikisht, kam qenë duke menduar të gjithë këto ditë, sikundur jam e involvuar në këto çështje dhe me studimet e mia, që cila është qëllimi i një avancimi të tillë, pra një thirrje për riarmatim, për rritjen e atyre kërkesave për mobilizim. Nuk kemi akoma ke mobilizimi i qytetarëve ushtarak, por flitet për një sër reformash, pasi Europa është e kërcënuar. Dhe në atë që unë kam studiuar, kam lexuar, kam parë, por besoj që dhe strategët dhe ushtarak duhet të ma mbështesin idenë që kjo nuk hyn në asnjë formulë që ne njohim, në një model që ne hym deri më sot. Dhe do t'ja u shpjegoj pse. Fakti është që ne themi që jemi të papërgatitur sepse nuk kemi investuar dhe nëse Shtetet e Bashkuara të riqen, gjendemi për një fakt shumë të vështirë. Problemi është që pala tjetër është kërcënim, është e përgatitur, po vazhdon të investoj dhe është rrezik për ne. Tani në strategjinë ushtarake njihet koncepti i preemptive war, do të thënë luftës e cila bëhet me qëllime parandaluese. Pra, kjo bëhet në momentin kur pala tjetër mendon që duhet ta sulmoj tani kundërshtarin në mënyrë që ta gjejë të papërgatitur në kapacitetet e veta më të vogla ushtarake e të tjera dhe ta zgjidh këtë punë një herë mirë, pasi tani jam në një pozitë force, sikundër dhe thuhet, pra është një rrezik shumë i madh, që na kërcënohet dhe të mos humbas kohë, dhe tani që ka, si thua, ka shumë boshllëqe, ka mungesë të theksuar të pajisjeve të nevojshme për të përballuar një luftë konvencionale, sepse tani flasim për një luftë konvencionale, të cilën Europa nuk e kishte parashikuar, por ajo po ndodh me bomba, me Kalashnikov, me granata, me topa, me tanke, pra ato që kemi parë dhe gjatë luftës së dytë botërore. Sigurisht nuk janë të njëjtat pajisje, janë dhe më të sofistikuara, por faktikisht nuk po shohim ato raketat me mbushje bërthamore, supersonike, mund kemi parë ndonjë që bëhet për eksperimentim, pra këto armatimet e reja të cilat janë propaganduar shumë. Në këtë kuadër, nëse ne e vetë deklarojmë që ne nuk jemi të përgatitur, por do fillojmë përgatitjen për luftë, që mbas 5 vjetësh, mbas 10 vjetësh, mbas 20 vjetësh do jemi gati. Unë nuk e kuptoj se kujti kjo e shërben, madje po i thua dhe palës tjetër që shiko, unë nuk jam gati, unë jam delja e butë, por tani do bëhem aju kujt merrshëm mbas 20 vjetësh. Kjo është një inkurajim i hapur që hajde më sulmo, sepse unë s'jam i përgatitur, sepse kjo po thuhet gjithandej. Megjithatë, ne nuk jemi të përgatitur dhe ku shkoi koncepti i preemptive war, do me thënë i luftës parandaluese, që pala tjetër e bën për të, si thua, neutralizuar kundërshtarin në momentin e tij më të dobët. Dakor, po të mos harrojmë që është një Rusi e vetme përballë një Europë dhe një NATO, me apo pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Problemi është që gjërat kanë ngelur aty siç e kemi ngelur, në Europa duhet ta kishte fituar luftën. Po faktikisht nuk e ka fituar dhe vazhdon ende të bëjë përpjekje. Dhe nëse të gjitha këto, paktën unë i referohem me ekspertëve ushtarak,
dhe çfarë ata thonë për të mësuar më shumë tani sepse jemi në strategji të luftës, nuk jemi më tani në skema teorike se në çdo drejtim. Sigurisht forca vendos në marrëdhënie ndërkombëtare, kemi një përballje të moralit me forcën dhe historikisht çfarë kemi parë mësuar deri në ditën e sotme, ka qenë forca ajo që ka predominuar dhe e ka marrë moralin përpara dhe sepse lëvizjet pacifike në fillim të shekullit të 20 kanë qenë nga më të paparat dhe janë edhe konventat të mëdhaja me një sër aktesh ligjore të cilat ndalonin luftën, e parandalonin, mobilizonin popullsinë, bën thirrje për çarmatimin e vendeve dhe për shumë ca vende nordike u çarmatosën duke menduar që në qoftë se do të heqim armët nuk ka luftë etj etj. Pra se gjithmonë mund të them që idet bëjnë atë të tmerrin pavarësisht se ne ndjekim praktikën, po idet i lën pak si më vonë, faktikisht ato bëjnë hatan, ato bëjnë kalan, po të përdorim një terminologji popullore. Dhe në këto kushte tani kur ne jemi pikërisht në një situatë të tillë që gjendja është tepër e komplikuar, është e vështirë të mendohet që do të kemi si thua ndryshime në situatë, sepse ekspertët thonë që në radhë të parë për të pasur një garanci suksesi, duhet në radhë të parë të kesh një komand të unifikuar. Dhe vendet europiane duken larg një marrëveshje që kush do të jetë komandanti i forcave të armatosura. Po, por e ka Macroni një plan shumë të qartë për atë së bashku me britanikët. Bashkë me Britaninë, pra plani franko-gjerman. Forca sigurie dhe jo forca paqëruajtëse rekomandon Macron të dërgohen jo vetëm nga Gjermania edhe jo vetëm nga Franca edhe nga Britania, por nga disa vende europiane me bazat në zonat të caktuara strategjike të Ukrainës, mes cilave Kievi, Odesa dhe qytetet të tjera të mëdha, të cilat ende sot nuk konsiderohen fushë betejë me Rusin. Pra, Macron po tregohet i qartë. Macron faktikisht e deklaroi hapur, domethënë dje në konferencën për shtyp që pavarësisht se po punohet shumë me partnerët që dëshirojnë të involvohen në sigurimin e Ukrainës dhe që përfshin jo vetëm anëtarët Bashkimit Evropian, por dhe të Kanadan e vende të tjera, të cilat mendojnë që duhet të jenë pjesë e këtij tash të quajtur koalicion. E deklaroi qartë që unë dhe kryeministri britanik dhe ne nuk kemi nevojë të marrim leje askujt. Domethënë, bëni summit, thuaj që duam të mbledhim gjithë forcat bashkë. Por e pranon që jo të gjithë janë unanim, po? Nuk ka rënë dakord dhe ne nuk marrim më parasysh, ne nuk kemi nevojë të marrim vetë leje të tjerëve, ne do vazhdojmë në këtë drejtim. Atëherë bëj një summit franko-britanik. Faktikisht nuk e kanë bërë në këtë formë të tillë dhe samiti tjetër konsiderohet që do të jetë samiti i ministrave të jashtëm të deleguar për të gjetur modalitetet e kësaj prezencës ushtarake në prezencën këso. Megjithatë, si gjithmonë, Macroni preferon atë, si thua, turbullimin e ujrave, sepse në këtë samit që prihet të bëhet, ai anunçoi që ne do të shikojmë dhe mundësinë e involvimit të disa organizatave të tjera, siç është për shembull OSBE-ja, në takimin tonë të fundit unë tham që ku janë këto organizma që u krijuan në Europë. Dhe Macroni tani thanë do shikojmë modalitetet që të përfshihet edhe OSBE-ja, e cila ka një bazë më të gjerë, nuk janë vetëm vendet e Bashkimit Evropian, por edhe kombet e bashkuara. Domethënë, në një anë thotë që unë nuk kam nevojë për leje, do shkoj dhe së bashku me kryeministrin britanik do organizohemi në mënyrë që ta konkretizojmë, sepse dhe pyetja që ju bë ishte po ju keni një platformë konkrete që do të vepronin. Përgjigjja e Macronit ishte që ne do të dërgojmë ekspertët tanë së bashku me britanikët në Ukrainë në mënyrë që të takojnë ekspertët Ukrainas, që të diskutojnë modalitetet, cilat janë pikat strategjike, që ata mendojnë që duhet të mbrohen, sepse për një gjë është e qartë që nuk do të çojmë trupa që të jenë në vijën e parë të frontit, as që të marrin pjesë në por nga Putini mund të konsiderohet ndërhyrje pastaj e NATO-s. Ai Putini disa herë ka thënë që pjesëmarrja e këtyre mund të konsiderohet si pjesëmarrje e këtyre vendeve në rast të
parë në luftë, por nga ana tjetër mund të jetë edhe më e thjeshtë se kaq. Edhe kjo nuk është se nuk është thënë, prap nga Putini, dhe që është diskutuar edhe në Francë, sepse ky është një problem, që këta oficerë të cilët do shkojnë për të siguruar këto sajtet e veçanta strategjike, qofshin ushtarake apo dhe civile, si për shembull centralet elektrike që furnizojnë popullatën me energji elektrike, mund të jetë për mendimin tim një nga këto. Ai ka thënë që nëse ata do të jenë aty për krah trupave ukrainase, ne do t'i sulmojmë dhe nëse vriten nuk mbajmë përgjegjësi. Sepse ideja është që nëse vritet një ushtar francez, atëherë Franca e konsideron si casus belli, pra si një rast. Por edhe rusët nuk mund të bëjnë përjashtime në momentin që sulmojnë. Ndërkohë që rusët dhe ne nuk do bëjmë përjashtim, dhe nëse dhe ideja kjo është që rusët të përmbahen nga sulmimi i këtyre sajteve, kur ata dinë që aty ka ushtar francez dhe britanik. Një lloj garancie, pra. Një lloj garancie. Problemi është që garancitë funksionojnë kur palët bien dakord se cilët janë ato gjërat të cilat do konsiderohen si zgjidhës të një problemi cili do qoftë ai. Po këtë nuk e pranon as vetë Trumpi. Dërgimin e trupave që në fillim u than paqëruetës, tani quhen forca sigurie. Tani problemi është nëse vim tek Trumpi, po shikojmë tani për mos qëndruar ke Trumpi, vojnë që Shtetet e Bashkuara si thua që kanë ndarë veten e tyre dhe po negociojnë në Arabinë Saudite në mënyrë bilaterale, njëherë me rusët, njëherë me ukrainasit, dhe kanë deklaruar me forcë që ne duam që të vendosim një marrëdhënie paqe. Ndërkohë që tani problemi është që europianët nuk janë në këto diskutime, dhe sikundër është një shprehje që po përdoret shumë këto kohët e fundit, është që nëse nuk je në tavolinë, je në menu. Kështu që si thash, nuk konsiderohet si palë, por je pjesë e negociatave për të siguruar këto marrëveshje, duke në një farë mënyrë duke u sakrifikuar në një mënyrë apo në një tjetër. Kam përshtypjen që këtë gjë nuk e kanë pranuar europianët, dhe prandaj kanë, si thua, po mundohen të krijojnë një pol të veçantë nga Shtetet e Bashkuara, sepse për mendimin tim duhet të priteshte se çfarë do të sillnin këto negociata të paqes. Pra, mbasi të siguroheshim që këto dështuan, atëherë të krijonin mundësinë Bashkimi Evropian, mund thoshte që ndërkohë që kemi të gjithë aktorët tani, krijohet një kakofoni që sikundër dhe e dim në çdo aspekt të jetës, kakofonia nuk sjell asnjë gjë pozitive, sepse njëri bie gozë, çdo të thoshte populli, tjetri bie patkojt. Dhe si thua shkali do ngeleshte pa patkua. Kështu që Amerika kërkon që të vendosin paqe, Europa thot ne do shtojmë mbështetjen ushtarake, do çojmë edhe më shumë armatime, dhe nga ajo që vura re në deklaratën që bëri Macroni ishte që do jenë një sër armatimesh, të cilat janë kryesisht armatime në tokë. Pra topa, kështu bomba të tjerë, domethënë ti themi në tokë për mos hyrë në detaje. Dhe ndërkohë që të gjithë ekspertët ushtarak thonë që të gjithë këto pajisje që janë në tokë, sa do të mirë të jenë, dhe ka këto topat të Cezar për shembull, këto janë efikas nëse ka një mbulesë ajrore. Sepse fakti që gjuhet me top, pjesa tjetër e shikon se ku është topi dhe menjëherë e shënjon dhe e rrezon. Dhe të gjitha këto armatime tepër të kushtuese, pra qoftë dhe autoblindat e të tjera, janë një simbol shumë i lehtë për palën kundërshtare. Do me thënë, sado që të qosh ti, me goditjen e parë, ai goditjen e dytë e ka neutralizuar. Dhe nuk parë që do ketë avion gjuajtës, apo ruajtje të hapësirës ajrore që Zelenci e ka kërkuar që në fillim të luftimeve, duke thënë që ne vetëm kërkojmë ndalim të fluturimeve apo të ruajtjes së zonës ajrore, një zonë sigurie ajrore, sepse këtë pjesën në tokë mbulojmë vetë, do të thënë
kanë ardhur mjaftueshëm ose më saktë shkuar mjaftueshëm armatime, topa, mortaja etj, të cilat mund të përballonin si thua përballjen e Rusisë. Por ndërkohë që pala ruse përdor aviacionin, para ukrainase e ka shumë të limituar këtë gjë dhe me sa duket europianët po dhe amerikanët janë shumë të kufizuar që të dërgojnë avion gjuajtës luftarak në Ukrainë, kështu që në mendimin tim shumë modest, sepse nuk jam stratege ushtarake, më duket që këto janë përpjekje të cilat kanë një synim shumë të mirë, por që janë të pa organizuara, pra nuk ka një strategji dhe për më tepër, kush është qëllimi i Europës, do më thënë, thuhet një paqe stabile. Kush janë ato modalitetet e kësaj paqe stabile? Shkupton me këtë paqe stabile? Është kthimi i Ukrainës në kufit e më përparshëm? Çka razi Macroni tha në zonën ndërmjet, do të thënë do garantohet zona ukrainase me atë të pushtuara nga, do me thënë teritorit të pushtuara, duket se nuk do të konsiderohen të pushtuara. Por problemi është që kjo nuk shprehet qartë që paqja jon ka këto objektiva. 1, 2, 3. Thuhet e sigur, kush quhet e sigur? E qartë. Fakti që unë çoj disa ushtarak në një sajt që unë e konsideroj strategjik, për çfarë qëllimi? E kuptoj. Zonja Bazi, ta përfundoj me një pyetje larg Europës, për cilën e po flasim, meqense presidenti Zelenski një ditë më parë nuk e di se sa qesharake mund të tingëllojë, por tha që Putini një ditë do të vdesë. Dhe atëherë lufta do të mbarojë dhe nuk ka kush kthehet më nga rusët në Ukrainë. Por Putin në 26 mars mbushi plot 25 vite në front. Herë si president, por në 26 mars të vitit 2000 zgjodh për herë të parë president, më pas e kemi parë dhe në rolin e kryeministrit dhe përsëri president, dhe sot duket se ka një pushtet të palëkundur. Do duhet të pres bota që Putini të vdes, që lufta të marrë fund, se Zelenski tha që Putin do të vdes shumë shpejt. Tani unë nuk di se si ta konsideroj këtë, më duket shumë utopike, shumë naive, për arsyen e thjesht që janë hapur diskutime dhe jo që do vdes apo kur apo si, por është thënë që në rast se largohet Putini, çdo ndodh, qoftë edhe jo pa u larguar fizikisht. Por largohet me një grup shteti apo me zgjedhje, apo nuk e di se si, pra një mënyrë të mundshme, qoftë ajo nga më të moralshme deri tek ato të pamoralshme, është thënë që ky është një problem më vete, sepse bëhen llogaritë që kush do të vijë mbas Putinit. Dhe shikohet që pasuesit e Putinit janë dhe më radikalë se sa Putini vetë. Më thënë, të paktën ata të cilët merren me studimin e Rusisë dhe njohin gjithë leadershipin, si thua atë linjën e leadershipit rus, dhe në disa, si thua, pasazhe që në televizionin francez jepen nga televizionet ruse për të treguar se çfarë diskutohet atje, diskutimet e tyre janë shumë më radikale se sa të Putinit. Madje më duket janë transmetuar edhe këtu që ai thoshte se sa minuta duhet për të shkuar me raket deri në Londër, po Parisi, e bëm hi. Do të thënë, diskutimet janë dhe më radikale se sa shohim, ndërkohë që ne po ngelemi ke zonat e pushtuara, Ukraina e të tjerë dhe të gjithë të tjerë vazhdojnë jetën e tyre të qetë. Radikalët, si thua, e kritikojnë Putinit për një sjellje shumë të butë dhe për përdorim të kufizuar të gjithë arsenalit të cilët zotërojnë rusët. Dhe në këtë kuadër të mendosh që iku Putini dhe tani prit se mbaroj gjithë kjo histori, është pak, më duket pak naive, sepse të pak të thuhet që ai që do vi mund të jetë më keq se Putini, atëherë dhe mund të jetë deri në moshë, të presim sa tiki dhe ai tha. Do të ishte shumë. Zonja Bazi, faleminderit shumë për analizën edhe kohën tuaj, ishte kënaqësi. Edhe për mua si gjithmonë.